Këngëtarja e madhe Parashevi Simaku rrëfen për herë të parë arsyen pse u largua nga Shqipëria. Gjatë një interviste ajo tregon se fillimisht udhtoi drejt Italisë me një pasaportë të blerë. Nëna ime më tha, do shkoj të shoh vëllain tim në Itali, që ishte një nga këto refugjatët. Qante gjithmonë, aman tha se ti je shumë e njohur. Me mikeshën time shkova në ambasadë. Ai ambasadori italian më kishte parë gjithmonë në këto mbrëmjet që bënte partia për Krishtlindje dhe më mbante mend. I thash të lutem, po ti je Parashevia, tha, mos ki merak, tha, se do e marrë Dash Dervishin në telefon. S'kisha asnjë lek, dhurat e kisha, më sollën atë makinën diplomatike. Vjen një burrë grua nga New Yorku dhe ata donin që të argëtoheshin, të hapnin muzikë në New York. Ishin nga Dibra e Maqedonisë burrë grua, erdhën dhe më blen një pasaportë. Ishte pasaportë e blerë kalabreze. Victoria Marini, unë flisja italisht dukesha si italiane, rrëfeu Simaku. Në 9 mars 1992 mbriti në New York të Shteteve të Bashkuara. U shokova kur erdha, gjëja e parë, thoja, është pse është qielli kaq i lartë. Në Shqipëri ato ret i kemi si kapele. Më dukej sikur kisha shkuar në një botë tjetër. Shqiptarët këtu më donin shumë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.